Vjojnë kërkimet për gjetjen e trupit të pajetë 29 vjeçarit Ardit Beshiri, i cili u zu poshtë nga një masiv dheu, teksa ishte duke punuar me ekskavator. Ngjarja ndodhi ditën e shtunë rreth orës 14:30 në vendin e quajtur Qafa e Burrelit, në ambientet e fabrikës së përpunimit të kromit, që ndodhet në territorin e bashkisë Klos. Një rëshqitje masive dheu e zuri poshtë. Punonjësi i kompanisë u zu poshtë së bashku me mjetin e punës tip ekskavator, i cili operon në shfrytëzimin e mineraleve në këtë zonë. Menjëherë pas ngjarjes janë angazhuar forca të shumta në përpjekje për gjetur dhe nxjerr trupin e punonjësit të zhdukur. Në operacion janë përfshirë shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi i bashkisë Klos, forcat e policisë, punonjës të autoritetit kombëtar për sigurinë dhe emergjencat në miniera, AKSEM, ekip mjekësor me autoambulancë, forca vullnetare nga komuniteti, efektiv të forcave të armatosura me pajisje për detektimin e metaleve, punonjës të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore. Rëshqitja përfshin një masë të konsiderueshme dheu, me përmasa rreth 500 metra gjatësi, 20 metra gjerësi dhe mbi 4 metra thellësi. Terreni në zonën e prekur mbetet i paqëndrueshëm, çka ka sjellë vështirësi të mëdha në ndërhyrjen me mjete të tjera të rënda për shkak të rrezikut të rrëshqitjeve të mëtejshme. Për këtë arsye, ndërhyrjet po kryhen me kujdes për të shmangur çdo rrezik shtesë për forcat e angazhuara në operacion. Pavarësisht përpjekjeve të pandërprera, deri në këtë moment nuk është bërë mundur lokalizimi apo nxjerrja e trupit të punonjësit eskavatorit.